Në qytetin e Korçës është mbyllur me sukses edicioni 14 i Korça Open Air 2025, aktiviteti më i madh në vend për sportet ajrore dhe fluturimet e lira. Për 3 ditë me radhë, qielli i Korçës të mbush me parashuta shumëgjyrshë dhe adrenalin, duke kthyer qytetin në një pikë referimi për aventurierë dhe dashamirësit e këtij sporti. Në disiplinën e precizionit morën pjesë garues nga Shqipëria, Kosova dhe disa shtete të tjera, të cilët testuan aftësitë dhe përvojën e tyre në një garë të ngushtë dhe spektakolare. Pas përfundimit të llogaritjes së pikëve, çmimin e parë mori piloti Fanol Shala me 7 pikë. Vendi i dytë u dha Victor Rodriguez Santa Marta me 15 pikë, ndërsa në vendin e tretë u rëndit Migjen Shala me 16 pikë. Besoj që bashkëpunimet tona me Federatën Shqiptare të Aeronautikës do të jenë të suksesshme edhe në vitet në vazhdim. Duam që këtë infrastrukturë të plotësojmë tani me aktiviteteve, pra të shtojmë numrin e tyre, cilësinë e tyre dhe patjetër edhe numrin e pjesëmarrësve, dhe shpresoj që këta pjesëmarrës në këto aktivitete, ata që vijnë nga vendet tuaja, të shndrohen në një lloj mënyre edhe në ambasador të qytetit Korçës, të bashkisë Korçës në vendet nga ata vijnë. Pam një garë të jashtëzakonshme në nivelin teknik. Pilotët janë të kënaqur, këtu ka çuditëra, kam surpriza të mëdha, gjë që ne duam si organizator që ta kemi. Pra këtu ndryshon klasifikimi nga momenti në moment, ndryshon era, ndryshon dhe mënyrat e ardhjes. Pra në nivel teknik, gara i arriti qëllimit. Neve këtu në Korçë, siç po bëjmë këtë aktivitet që është FAI klas 2, i një niveli është pjesë e kampionatit kombëtar dhe aktivitet internacional, kemi mundësi të bëjmë aktivitet FAI klas 1, e cilët siç është kampionati botëror ose kampionati evropian. Kjo do të jepte një shtytje shumë të madhe sporteve tona këtu, qytetit Korçës, aeroportit Lumalazit, dhe do ishte një komunikim shumë i mirë me gjithë botën. Ky event është kthyer tashmë në një traditë të përvitshme dhe promovon sportin e aventurës dhe turizmin malor në juglindje të vendit.